Tek Monika Kryemadhi këtë kishte shans të jetës. Ajo që Monika ka treguar, ajo që Monika ka sjellë tek publiku, ndryshimi që ky Big Brother i bëi rënjësor Monikës, jam shumë i bindur që te Monika ka ndikuar në përditshmërinë e saj, ka ndikuar në jetën e saj, ka ndikuar në pozitivitetin e saj, në aspektin shpirtëror të saj, sepse Monika këtë autoritet, këtë dashuri, këtë duartërkitje që e ka fituar që nga Big Brotheri, nuk e ka patur më herët. Gjatë kohës kur Monika ishte në politikë dhe sidomos gjatë kohës kur zoti Meta filloi që të përndiqet nga Spaku, Burgos, nuk krijuar një urrëtie jashtëzakonisht e madhe. Monika ka kaluar fitet më të vështira që ajo di shumë bukur se çfarë ka kaluar, por mendoj që Big Brotheri dhe Sara Hoxha Monikës ja ndryshuan jetën 360 shkallë dhe Monika për këtë gjë do t'i uroj dhe do t'i përqafoj sa të ketë jetën. Sepse Monika pati mundësi të tregoj veten e saj dhe ky format është ky, që të jep mundësinë të tregosh veten. Dhe nga Big Brother Monika mori më të mirën e të gjithë asaj që morën të gjithë banorët. Monika mori atë dashurinë që me politikë nuk e kthente dot atë.